Nëna e Halidit. Emri I saj është Emetu bintu Halid bnu Seid ibnul Asi. Baba I saj që në fëmijëri e thëriste Ummu Halid, nëna e Halidit. Mosha e saj, vitet e para të vetëdijes së fëmijërisë së gëzueshme. Ajo kishte lindur në Abisini dhe që në hapat e para të kuptuarit e gjërave, kishte parë baban dhe nënën e saj që kishin bërë xhret, ishin emigruar në tokë të huaj, në Abisini, vetëm për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, që në fëmijërinë e hershme, asaj ishte nguritur një ngjarje që do të lindte gjurmë në qenien e saj gjatë gjithë jetës. Ajo e tregonte atë dhe I risillte kujtimet e saj të bukura dhe nuk ishte dorë nga gjurmët që kjo ngjarje kishte lënë tek ajo. Në këtë ngjarje tregohet se I dërguari I Allahut po ndante disa veshje për shokët e tij. Në fund, I kishte mbetur dhe një veshje e vogël me shiritë të verdhë, jeshil dhe të kuq. Ajo veshje ishte e bukur dhe me ngjyra të ndezura që I tërhiqte shikimet të gjithëve. Në këtë moment, I dërguari I Allahut u tha shokëve të tij: "Kujt mendoni t'ia japim këtë?" Shokët e tij heshtën në shenjë respekti ndaj mendimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, por në mendjet e tyre kishin filluar tashmë të pyesin se kush vallë do të ishte ajo që do të zgjidhte I dërguari I Allahut që t'u jepte këtë veshje. Përgjigjja e kësaj pyetje erdhi nga I dërguari I Allahut, I cili tha: "Më sillni këtu Ummu Halidin." Lajmëtari shkoi tek baba I saj dhe I tregoi se I dërguari I Allahut kishte ftuar vajzën e tij. Baba I saj shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me të bien që e mbante në krah dhe uli para tij. Profeti ju drejtua asaj, I tregoi rrobën dhe ja veshi me duart e tij të bekuara. Kur rroba mbuloi trupin e saj të vogël dhe sytë e saj filluan të shkëlqejnë nga gëzimi fëminor, I dërguari I Allahut u bë pjesë e gëzimit të saj, duke reaguar ndaj këtij gëzimi, duke I ngritur me duart e tij të bekuara shiritat me ngjyra, duke folur njësoj si ajo dhe duke I lëvizur gjuhën njësoj si ajo, duke I thënë: "O Ummu Halid, kjo është e bukur." Në gjuhën e Abisinis që e kishte mësuar, pasi kishte lindur atje. Baba saj vazhdoi të bënte dua duke thënë: "Jetofsh gjatë dhe e gëzofsh." Vajza e vogël u mësua me të dërguarin e Allahut, filloi të afrohej dhe të prekte trupin e tij të bekuar me dorën e saj të vogël. Atë I tërhoqi më shumë shenja e bulës së profecisë që e kishte mes dy shpatullave dhe filloi të prekte me gishtat e saj. Por baba I saj në shenjë respekti ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam e qortoi që të mos luante me të. Por në këtë moment dëmshuria profetike dominoi ndaj dëmshurisë atërore dhe I dërguari I Allahut I tha: "Lëre atë. Le të luajë vajza e vogël sa të doj dhe si të doj." Sepse ai është I dërguari I Allahut, simboli mëshirës, butësisë dhe dëmshurisë atërore. Ummu Halidi u rit dhe bashkë me të u rit në zemrën e saj dhe domethënia e këtij veprimi dhe kujtimi I bukur I tij. Ajo e ruajti këtë kujtim të bukur në zemrën e saj. Ajo ropu vjetërua dhe ngjyrat e saj u zbehën, por ajo e ruajti të freskët kujtimin e bekimit të duarve të dërguarit Allahut dhe atij takimi të mrekullueshëm. Kjo ngjarje na frymëzon me kuptime dhe koncepte shumë shprehse. Si ka mundësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjente kohë për t'u marrë edhe me çështje shumë private të shokëve të tij, madje deri aty sa të kthej në pjesë të shqetësimit të tij dhe futjen e gëzimit tek fëmijët e tyre, madje duke ndarë bashkë me ta gëzimin e tyre të madh për gjërat e tyre të vogla në sytë tanë, por të mëdha në sytë e tyre. Ai nuk kishte kohë të lirë të tepërt dhe as nuk I mungonin angazhimet, pasi ishte I ngarkuar me përgjegjësinë më të madhe dhe mbante mbi supë amanetin më të rënd. Por këto gjëra kishin rëndësinë e tyre në parametrat e madhështisë morale të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, gjeti kohë dhe për këtë gjë në kohën e tij, në zemrën e tij dhe në ndjenjat e tij, sepse ai ishte I dërguar për ta lumturuar njerëzimin në këtë botë dhe në tjetrën. Është pikërisht ai që I mësoi umetit të tij se punë dhe sadaka e pranuar është gëzimi që fut në zemrën e një muslimani. Pejgamberi mund të mjaftohej edhe vetëm me dërgimin e kësaj rrobe tek Ummu Halidi, por ai u angazhua personalisht deri në detaje që kjo punë, putja e gëzimit në zemrën e njerëzve të shërbente si traditë profetike dhe model për të gjithë ata që shpresojnë tek Allahu dhe tek takimi në ditën e Kiametit dhe që e përkujtojnë shumë Allahun e Madhërisëm. Prandaj do të gjesh në jetën e profetit edhe histori të tjera të ngjashme me këtë që e konfirmojnë këtë traditë profetike. Zgjuarësi profetike në shndërrimin e një akti të bukur në një buqet me veprime të bukura shprehse. Ai e filloi atë me një pyetje se kujt duhet ja jepte atë veshje, që në vetvete ja shton rëndësinë veprimit dhe tregon se ka nevojë për përzgjedhje. E për këtë shkak,
Ajo veshje e zakonshme u kthye në një gjerdan deri. Më pas ai kërkoi që ta sillnin vajzën pranë tij që ta kishte nderin ta merrte atë nga dora e tij dhe nuk e dërgoi asaj në shtëpi. Më pas ai ia veshja asaj me duart e tij të bekuara e më pas vijoi të luante me të dhe ta argëtonte, duke ndarë me të gëzimin e saj fëmijëror. Më pas bëri dua për të dhe e përsëriti duan disa herë. Ky është një mësim profetik që mëson se bërja e veprave të mira është bujari dhe rehati, por në të njëjtën kohë është edhe art, duke zgjedhur mënyrën më të mirë në realizim. Metodologjia profetike e mrekullueshme në marrëdhëniet me fëmijët në disa tregues. Pritja me gëzim, afrimitet, marrja me të mira dhe gëzimi i tyre. Afrimi dhe miqësimi me fëmijët deri në atë pikë sa duart e vogla e preknin trupin e bekuar të profetit sallallahu alaihi wasallam. Butësia dhe largimi nga qortimet dhe vrazhdësia. Lërat të luaj. Këto janë disa mësime profetike që marrin në konsideratë ndjenjat më të ndjeshme të fëmijëve dhe u kushton atyre kaq shumë për kujdesje. Gjurmë të mba që la ky trajtim profetik në familjinë e Ummu Halidit dhe prindrit e saj. Sikur ta dija se çfarë vërtetej në zemrën e Halid ibn Saidit, kur po e dërgonte vajzën e tij tek i dërguari i Allahut, kur e kishte ftuar. Si shkëlqenin sytë e tij kur e shikonte të dërguarin e Allahut duke ia veshur atë me duart e tij të bekuara. Si e mbuloi gëzimi fytyrën e tij kur e dëgjoi të dërguarin e Allahut të bënte dua për të dhe të bënte shaka me të. Nderimi që u bëhet të vegjëlve në të vërtetë është respektimi të mëdhenjve të tyre. Mirësia që u bëhet atyre është mirësi ndaj të mëdhenjve dhe të afërmve të tyre. Këtu gjende një mrekulli profetike e madhështore, sepse përgjigjja e duas së pejgamberit u bë realitet. I jetofsh gjatë dhe e gëzofsh. Ummu Halidi jetoi gjatë, madje ishte sahabia që ka vdekur e fundit. Nëse e shikon këtë histori dhe përpiqesh të imagjinosh ngjarjet e saj, ai sa të duket sikur e shikon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bërë të gjitha këto veprime. E nëse në brendin e zemrës tënde nuk ndihen si një lloj dridhjeje malli për të dërguarin e Allahut dhe dëshirë për të parë atë, atëherë dije se në zemrën tënde ke një defekt që duhet rregulluar. Nuk ka gjë më të dobishme për ty për t'u afruar me profetin tënd dhe ta njohësh atë, sesa nëpërmjet këtyre skenave domethënëse. Nëse në zemrën tënde ndjen jetë, gjëra të tilla patjetër që do ta bëjnë për vete dhe do ta rrëmbejnë atë.